Kur të bëhet robi nervoz, duaja më e mirë, lutja më e mirë është të thotë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, siç ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pa një njeri i cili është nervozuar shumë dhe thot shokëve të tij e dini lutje që po ta thonte ai, do të i largohej ai nervoz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kështu që lutja më e mirë kur je nervoz, thuaje a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mas tjetër që është shumë mirë dhe shumë efektive të merret kur je nervoz, nëse je në kam të ulesh, nëse je ulur të shtrihesh. Mas tjetër që të ndihmon shumë kur je nervoz, veçanti nëse këto të parat në krym punë, je në kam më ule, kur je ul më shtri, me abdest. Marrja e abdestit është ilaç i papërshkruar, ilaç i hatashëm për largim nervozës. Kjo për faktin se ka në hadith, shejtani i mallkuar është krijuar pe zjarrit, këtë e dinë edhe me Koran edhe me hadith. E në hadithi thot, shejtani ecë në trup njeriu si që ecë gjako. E shejtani është pej zjarrit, pra ka elementin e krijimit të nxehtësisë, jep nxehtësi. Zjarrin e fik, e ftof uji. Dhe kur marrim ne abdes, largohet ajo nxehtësia që nep shejtani mallkuar nëpërmjet lëvizjes së tij në trup tonin dhe largohet, thehet, zbehet nervoza, nëse jo në maksimum në shkallë shumë të madhe. Mas tjetër që duhet të ndërmirret kur robi është nervoz mos të flet. Për ata ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse dikush për ju është i dhruar, mos të flet. Këto janë disa masa shumë të rëndësishme për ta menaxhuar, themi më mirë nervoz.